Kanë mbetur vetëm edhe pak ditë deri në fillimin e sezonit të 4 të reality show Big Brother Vip Kosova. Pothuajse çdo gjë është bërë gati, madje edhe banorët janë përzgjedhur dhe vetëm pritet të fillojë ky reality show. Por të gjithë kemi pyetur se a do të jetë Jonida Vokshi në këtë sezon moderatore për krah Alaudin Hamitit, sikurse 3 sezonet e kaluara. E po Alaudini na e shuajti më në fund këtë kurreshtje duke publikuar një fotografi ku shihet në një darkë bashkë me Jonidën, duke ngrirë dolli. Pra, sipas këtyre pamjeve, edhe Jonida Vokshi do të jetë pjesë e Big Brother Vip Kosova 4. E për të gjithë ju që mezi presni ta shihni Jonidën, edhe ajo do të jetë pjesë e këtij reality show. Por nuk dihet saktësisht se cili do të jetë roli i Jonidës në këtë sezon të Big Brother Vip Kosova 4. A do të jetë moderatore për krah Alaudinit apo do të jetë në një mënyrë tjetër? Mirëpo, ajo tashmë është e konfirmuar se edhe Jonida do të jetë pjesë e Big Brother Vip Kosova 4.